ta bën dosti ty një zgjidhje se i kom marrë do projekte, kom qenë një firmë e trahatan dosti ty atë. Po aty te ti me punua? Po normal, po nëse te ti s'kam besim, ku kanë me marrë tjetër për shembull me besu punën e projektit. Kështu që na koft për hajra, jena shoka ja. A vllazni. Të dyjat. Po, me loti më thirrë mja nis punë, sa prej nesrit kena mja nis punës bashkë. Po, a? Në zyre po te puna atina, te zyre atina. O, ma pas ka plëcu zotit dëshiren. Pas mi mu shetitën, pas mi mu knaqë, sikur shoqët e mija. Kena me shku në Paris, në Rom. Kam qef ta bleja qontën, e di që ta përmena një natë? Po, era kena me bo një jetë mirë. Po. Kena me kriju familje, me qu fëmijën shkollë. Një ble qontat, librat, kretë. Ama kena me shku e njerë në Paris, tani kena me shku në Rom, tani kena me shku edhe në Dubai, du me shku. Faleminderit me lëtë. Mirdita, ajni të punuari të shtiru zambej? O, zemë. Të sa ferë. A e edhe? Ku je shpirë që shje, a e mirë? Ullëm. Jo, a e mirë? Unë jam era. Era, po. Milote. Po koha gens nuk pret gjithmonë. Njeri du të me jetu edhe sot e jo vesh me llogarit për nesër. Fjala jote, Milot, po t'ingëllon shumë bukur. Ka njerë njëri ka qef me dalë pi për dishmërisë. Faleminderit që më gjete ko me dalë. Ku min zi që ku më dalën. A di se dredhok nej, s'kisha shka me boj. Kjo nuk mundet më kone vërtet. Genc, ka dal, nuk është ashtu që shmenon ti. Era, nuk besoj. Nuk besoj që shoku jemi ngusht që kena da gjithë shka bashk, më ka trathu. E ke trathu shokun e ngusht për sene materiale. Mbas gjithë ati besimi, mbas gjithë asaj dashërije, kjo është fundi era. Kur njëtë sytë nuk du me t'i pomë. Genc. Era, ajo që e kom dosht me shpirt, ajo më trathej me Milot. Shokun te më të mirë.